Edhe të moshuarit e fshatit të Dervician do të kenë një vend për të kaluar kohën së bashku. Bashkia Dropull u ka mundësuar një ambient ku do të ndajnë çaste mes tyre duke shijuar një kafe, çaj apo pije freskuese, ndërsa do të luajnë me letra apo domino. Bëtë shumë mirë që ngritët këtë qendër, se edhe plejtë s'kanë se ku të venë, do mblidhen këtu, do lozën një domino, ose të tjerët një palë letra, kur i thonë fjallës, pa para ose me pak para. Të bërë një vepër shumë e mirë për Dervicianin, është një dhurat për fshatin ton, për pensionistët. Uroj nga zëmra që ta gëzojmë, mbare mirë të venë punët në bashkinë e Dropullit. Kryetari i bashkisë, Dimitër Toli, shprehet se puna në këtë drejtim do të vijojë me ngritjen e 2 të tjerave. Projekti i bashkisë është për të bërë 3 qendra për të moshuar. Projekti jonë është që të bëjmë dhe në Vrisera dhe në Pogon në Poliçan. Presim mbështetjen e qeverisë për të funksionuar edhe 2 të tjerat që kemi ndërmend të vazhdojmë. Janë 120 banor të moshës së tretë në qarkun jugor që një pjesë të ditës së tyre e kalojnë të organizuar në qendrat ditore.